Vrasja e 22 vjeçares shqiptare Babai e takuam në komisariat të dashurinë e saj dhe më përqafoi, ja se si e kuptova se s'po përgjigjej ajo në mesazhe. Trupi 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula, studente në Itali, e cila u raportua zhdukur që nga 25 marsi, është gjetur sot në një valizhe të hedhur në një lugin. Autori dyshuar kryesor i vrasjes është i dashuri i saj filipinez Mark Samson. Ky i fundit dyshohet se vrasjen e ka kryer në banesën e tij në sy të prindërve. Ndërkohë, lidhur me ngjarjen e rënd, ka folur Flamur Sula, babai të ndjerës. Ai tregon se të shtunën kishin bërë denoncimin për zhdukjen e vajzës, ndërsa të dielën ishte takuar në komisariat me të dashurin e saj. Sipas babait viktimës, ai duke i shqetësuar dhe i kishte thënë se i vinte keq dhe duke i shqetësuar për zhdukjen e saj. Hera e fundit që kemi dëgjuar Ilarian ishte të martën dhe na tha se do të kthehej në shtëpi të shtunën në një intervistë për programin Kila Visto, një emision që do të transferohet ditën e sotme. Ajo jeton me shoqet në Rom, ku ndjek universitetin. Ajo ishte telefonata e fundit, pastaj kemi marrë mesazhe nga telefoni i saj. Ishte sikur të ishte vajza ime që shkruante: "Ciao babi, mos u shqetëso. Jam mirë, jam larguar me një djalë dhe një vajzë, do të kthehem në Terni pas një muaji." Mëtej, Flamur Sula vazhdon: "Shkruante mos u shqetëso, jam mirë." Kjo gjë na ngriti dyshime. Nëse do të kishte qenë vërtet vajza ime, do të më kishte telefonuar. Të shtunën shkuam të bënim denoncimin për zhdukjen e saj. Më pas të dielën në komisariat takuam Mark Samsonin, të dashurin e vajzës time. Nuk e dinim që ishin ndar. Ai na tha se i vinte shumë keq, se ishte i shqetësuar për zhdukjen e saj, duke i qetë, madje më përqafoi.